Mirdita. Sot jam këtu për të denoncuar kërcënimin madhor që Edi Rama dhe mafia rrezikshme që qëndron prapa tij në qeveri, parlament dhe institucionet tjera, po kërcënojnë në mënyrën më të egër procesin më jetik të shqiptarëve, procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Lajmet që vinë nga kancelarit europiane, por dhe nga Brukseli, dëshmojnë se Edi Rama është në rreth të kuq, se Edi Rama në kundërshtim flagrant me të gjitha zotimet që rrjedhin nga procesi i integrimit, po fakton se ai për interesat pushtetit tij, për të mbrojtur veten nga krimet e rënda që ka kryer, është i aftë të marrë çdo vendim, pavarësisht se blokon plotësisht procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese, antidemokratike, antiligjore që mban Edi Rama në rastin e dosjes së tij në aparencë Balluku dhe Akshit. Unë kam paralajmëruar dhe paralajmëroj prapë shqiptarët se marrja në dorë e fatit ton është rruga e vetme mbasi Edi Rama absolutisht nuk do të pranoj kur t'i heq imunitetin Lubi Ballukut mbasi e din se sbashku me të në bangon e akuzë është i detyruar të ulet dhe ai vetë. Mbasi e din. Ai e din mirë se jo në një, por në dy përfaqësi kryesore të Europës dhe të botës, Geron Meçe ka dhënë çdo detaj të implikimit direkt të Edi Ramës, Bajanakut dhe Lindës në aferat e Akshit. Edi Rama e din mirë se tashmë gjithçka ka dalë në dritën e diellit, sa ai nuk është gjë tjetër veç se një ergysagas. Ndaj dhe përpritet në këtë mënyrë. Akshi është dosja
që ka lënë pa mend kancelaritë europiane, por edhe të vendeve tjera të mëdha. Është dosja që të i kalon çdo lloj imagjinate. Për të mos fol pastaj për qindra dhe mira video dhe fotografi në të cilat edhe vetë Edi Rama është këmbë kokë i damkosur. Edi Rama polot me fatet e vendit, me fatin e çdo shqiptari, për të mbrojtur krimet e tij. Ndaj dhe 10 shkurti është ditë e çdo qytetari. Është ditë e dignitetit, e guximit, e kurajos, e vendosmërisë për të marrë fatin në dorë. Ju e patë edhe sot, pavarësisht se Peleshi i parlamentit e kishte hequr, por në takimin që bëri në departament të shtetit, citoj fjalë për fjalë, lufta kundër organizatave kriminale transnacionale, çka parakupton rrezikun që kartelet shqiptare të drogës, organizatet të drogës, paraqesin për vendet tjera. Dhe ajo censuron, duhet lexojmë njoftimin e departamentit për të marrë vesh të vërtetën e shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara. Këta janë bashkëpunëtorë në krim. Niko Peleshi që bën këtë censurë është bashkëpunëtor në krimet e Edi Ramës. Ndaj dhe njëherë, rruga e vetme është kryengritja paqësore. Nuk kanë asnjë interes tjetër përveç pasurimit dhe vjedhjeve, me vjedhje për pasurim të tyre. Faleminderit. Kam dhe një mesazh për të gjitha familjet shqiptare në zonat që përmbyten. Unë e kuptoj se janë krejtësisht të braktisura nga një qeveri mafioze, nga një organizat kriminale, por të marrin çdo mas vetë, të bëjnë çdo përgatitje, në mënyrë që të zvoglojnë në maksimum mundësit e dëmeve të një përmbytje në potencial. Të dhanat janë për mot të madh. Dhe ky mot rrezikon më shumë se i pari, për një seri arsyesh, sepse nuk është marrë asnjë mas, nuk është bërë asnjë rregullim pas përmbytjes parë, dhe gjendja është akoma më e rëndë. Sigurisht deputetët e PD-s dhe këshilltarët e saj do të gjenden në terren, por për solidaritet, por vetë kuptohet, ekzekutivi nuk ka ndërmarrë dhe nuk ndërmerr asnjë mas. Faleminderit. Zoti Berisha, në rast të një rreziku të mundshëm potencial për negociatat e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Edi Rama zgjedh të sakrifikojë integrimin e vendit për të mbrojtur dhe mos lëshuar Belinda Ballukun. Cila do të jetë përgjigjja e opozitës? Pyetja e parë. Përgjigjja e opozitës është një dhe vetëm një. Kryengritje paqësore gjerë largimin e tij. Kjo s'ka. Ne, domethënë, jemi vunë djeni, ose si thush kemi marrë një djeni për zhvillimet në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian. Por ne jemi të sigurt se pavarësisht nga vendimet
nuk vjen njeri për ta larguar, do ta largojmë ne Edi Ramën. Kjo është gjithnjë qëndrimi ynë. Natyrisht është shumë e hidhur. Pse? Sepse një xhbërje e procesit e nxjerr Shqipërinë absolutisht në një orbit krejtësisht tjetër. Por ama një gjë, me shkrim dhe me goj, para jush, por dhe në audienca tjera shumë të rëndësishme, ne kemi paralajmëruar se ky vend, kjo qeveri dhe ky regjim, nuk plotëson në mënyrë absolute asnjë kriter në proces të integrimit përveç pozicionit gjeostrategjik të Shqipërisë. Këte e kemi thënë edhe atëherë kur Edi Rama ngrihej në qiell si frymëzim por reformat që ka bërë. Ja tani që po i shkelmon me këm ato të cilat i paraqiste si të jashtëzakonshme. Ja cili është Edi Rama sot. Po e kuptojnë, po pak me vonesë. Sigurisht në ata kontenet ishim të partë, dhe ne ishim. Zoti Berisha, edhe një pyetje tjetër që lidhet në kulmin e debateve për rrogat e gjyqtarëve, ish ministri i drejtësisë dhe njëherash kryetari i Komisionit të Ligjeve i Partisë Socialiste Ulsi Manja ka paralajmëruar gjyqtarët e GKK-s që t'i vënë gishtin kokës të mos bëhen noter të prokurorëve, ndryshe do të ndërhyjmë. Pra ka paralajmëruar ndryshime në sistemin e drejtësisë. Partia Demokratike do të bëhej pjesë të këtyre ndryshimeve? Faleminderit. Partia Demokratike s'bëhet pjesë në absolute e asnjë ndërhyrje. Edhe radhën e kaluar e theksova dhe tani. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të pretendojnë një piramid rrogash në frymën e kushtetutës dhe të ligjeve. Kanë të drejtë të refuzojnë një piramid rrogash e cila është ndërtuar totalisht mbi baza qëllimesh të zeza politike. Gjykatësit dhe prokurorët, me gjithë plus minus dhe tyre që kanë si që kanë të gjithë grupet tjera, nuk kanë patur as vrejtjen më të vogël, edhe në atë kohë kur rrogat e tyre të prokurisë së krimeve tana, po marrate nuk shkonin më shumë se 1.400-1.600 euro. Sepse piramida e rrogave ishte ajo që duhet të ishte sipas frymës kushtetutës. Kurse Edi Rama, për të ndërhyrë një grup mercenarësh kundër opozicës, u vuri atyre rrogat më të larta në Europë, rroga që nuk ekzistojnë. Në vendin me rrogat më të ulta të tjera në Europë. I bëre ata mercenar të superpaguar për të gjuajtur opozitën. Nuk e di e mund vesh apo jo. Por një kompani e quajtur Mektrim, mos gabohen, Mektrin ose Mektrim, është kontrolluar para pak ditësh 2 herë. Pse u kontrollua kompania, do thoni ju? Na duhen dokumentat e veturës Flamurnogs që ka blerë Flamurnoga. Se që është veturë, Range, mos gaboj është, po. Shkuar njërën ditë, i thanë ata s'kemi.
Shkuan ditë tjetër, u thanë nxirrni. Çfarë doli? Veturën e kishte bler Lul Basha. Dhe sapo, dëgjoj se është skele bukur kjo shumë, sapo punojsi, i tha orë zotëria s'ka ardhur kur me ble këtu veturë. Dhe tha këtu, po ja i dha ky ato dhanat e veturës, po këtë veturë, tha, e ka bler Lul Basha, ja ku i ke. As që i mori fare dokumentat. Jo, se krim duhet ishte për flamurnokën. E kuptoni ju se çfarë? Por ngjarje reale kjo, taze. Tha, ja ku i ke, tha, këtë firma, ja ku i ka bler Lul Basha këtë veturë. Merë dosë, jo, tha, nuk duhet për Lulit. Dëgjoni tani, se që kemi të bëjmë. Mirë pafshim.